Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Shpifjet për sëmundjen e rëndë, reagon Mevlani. Boll më. Këngëtari i njohur nga Shqipëria Mevlan Shaba ka reaguar pas një video që po qarkullon në rrjetet sociale. Një video thuhet se ai ndodhet në koma dhe ka kaluar një periudhë të vështirë me sëmundjen e rëndë. Mevlani i zhgënjur nga këto lajme të rreme shprehet: "Stop me shpifjet. Ky lajm është i turpshëm dhe totalisht i pavërtet. Nuk ju jep askush të drejtën të shpikni histori për mua, aq më pak të përfshini një fëmijë 1 vjeç në këto gënjeshtra për klikime. Kjo që po bëni nuk është gabim i vogël, është mungesë totale përgjegjësie dhe njerëzie. Po luani me ndjenjat, me familjen dhe dinjitetin e dikujt. E them shumë qartë, ndaloni menjëherë këto lajme të rreme dhe hiqni kudo ku i keni publikuar. Mos e përfshini më kur fëmijën tim në asnjë histori të shpikur. Mjaft është mjaft", ka shkruar këngëtari në reagimin e tij.